popullit Trapojës, ku kishin hapë. Edhe, thot, Vladimir thot fatosnon me Din Selimi, se me lekë të Serbisë, tash nuk e mojme se ka 35 vjet, a tha nuk do ta mojnë 7 ditë pushtetin, apo 15 ditë, po tha, nuk do ta mojnë pushtetin a 7 ditë apo 15 ditë, sem i sigurt, se do t'ja ngri, do t'ja ngri buzëqeshën buzë. Kjo, t'ja ngri buzëqeshën buzë e ka thënë aty? Po aty, në kitë kohë, dikush, nuk e kam pasë, në isha mrapa Berisht, e lijet njët, dikush, nga populli ka thonë, a tha Din Selimi, apo Din Selimi nuk e ma meni, po më duke Din Selimi. I tha Berisht. Në kitë kohë, një prej Berisha ushtan, një që ishte, një aty që ishte shëqus me nga ta që po shëqerin Berishën, i thot Berish, ta shau nënen, shkelqim hakla. A kupto? Po në fakt nuk ishte ai? Jo, une nuk e pash. Nuk e pak ju, e kupto. Une si Baram nuk e pash, që isha mas Berish, ishte tribuna poshtë. Po njerëzit thot që nënen e ka shau shkelqim hakla. Po dhe që tha Berisha? Atër, Berisha si një tropojon, që është nga tropojë është Berisha, u menojën, njëri që nga politike ju këtëri personale, a i tha, atër foli, tha, du me vete atë që më shau në anën mu. E du, tha, me vete atë që më shau në anën mu, shkëllqin hakla ishte. A kupta? Pra, kjo është ajo që piknisja, kjo është kush donë të thonë nushej, që kush të rrenë. Unë kam qenë prezent